Dimri i këtij viti do të mbahet mend për banorët e fshatrave të Kamenicës. Tash një muaj, 16 shtëpi të Veleglavës dhe disa fshatrave përreth janë të bllokuara nga bora, ku vende trashësia arrin edhe 2 metra. Lëvizja e banorëve mund të bëhet nga Kamenica vetëm deri në fshatin Poliçk, por me tutje jo. Rrugët nuk janë të pastruara, kurse shkolla e fshatit Veleglavë është mbyllur tash një muaj. Komunikimi me banorët e ngujuar nga bora bëhet vetëm me telefon, kurse komuna ata i ka sugjeruar të blejë një automjet për pastrimin e borës. Po qyshi me blokuma që të 3 orë dhe katastrofe i borës. Po, a? Po, pa. Edhe halli? Po, halli, më nuk pak në qeni u me në patraktoris, po nuk po mundu me tjeli me ta, jemi blokujnë një të shonarë. Ka mirë. Çka e keni punë me idare, me mille, me hyshe për kafshe? Milë ko, qira të janë ka njësë më hargjuve që mund të kërë, po milë ko, po të kërë në ko alo. Do dhe me të ikë qenë s'kem që kam jo po, se keni ti që dimni nërë i shtirë, po du me bleni pun të zherë me lonë të shpia me qërë rrugën me ta qështë. Një banor i Veleglavës kishte udhëtuar këmbë mbi 3 orë deri në Poliçk për të kërkuar ndihmë nga komuna e Kamenicës për zhbllokimin e rrugëve. Po ashtu në këtë fshat presin 30 thas miell për banorët e bllokuar nga bora, por nuk ka mundësi që këto ndihma të dërgohen. Trashësia e borës në Veleglavë ka arritur edhe 2 metra. 16 familje janë bllokuar tash një muaj dhe nuk kanë kur farqasje me komunën e Kamenicës. Që një muaj jemi të bllokuar, kina lajmëruar s'ka dalë kush me na dhon kur çfarë ndihme, po sot dimërone peri Veleglavës deri këtu me këshyr diçka me bëj me da djem ndihme një traktor, s'm po bëjmë zgjidhje kur gjë, kum bëu for 3 orëve 4 kilometra. Jemi të bllokuar dikon 14 shtëpi, 16 shtëpi. Janë Maholla Hisineviqe me Veleglavë çka shkojnë, Maholla Baleviqe, Maholla i Gdylve, janë Maholla Malegjve, janë që aty krejt jemi të bllokuar që një muaj. Edhe banorët tjerë të shqetësuar me gjendjen e rëndë në këto fshatra dhe bllokimin nga bora, pothuajse çdo gjë është shkëputur nga bota. Bllokume janë përafërsisht dikon 16 shtëpia, janë lagja e Veleglavës, janë lagja e Malegjve atje dhe janë lagja e Dushicës. Shkolla tash një muaj është e mbyllur në Veleglavë, janë 3 nxënësa, shkolla është e mbyllur. Nuk ka mjek, kushtet sikur në gjithë fshatrat që janë nuk janë që mundi përballojnë dimrit. Po na tash veç përmes telefonit, shka po mujmë me kontaktu me banor, shka janë manal se na. Këto familjen bllokume. Na pedim që pe të lumit zotjen, pe ka ardhur kjo, mirë po fal kryetarit të komunës duhet me thonë pak ma shumë rëndësi që të qilën këtë rrugë, kjo shkollë të 4 nxënësa dhe ma shumë zdi çka foli. Nxënësit e shkollës së Veleglavës besin në shtëpik, kurse përgjegjësia e shkollës në Poliçk thotë se mësimi do të zëvendësohet gjatë verës. Nxënësat janë bllokuar, me sa kam informacion edhe one, nuk janë të viju mësim. Me marrëveshje me drejtorinë e arsimit kanë me kompenzu ditëve të shtuna. Sa nxënësa? 3. 3 nxënësa, një arsimtar edhe një punëtor shërtor. Do të thotë deri këtu s'më marrën. Me sa diun janë bllokuar. Udhëtimi nga këto fshatra nga nxënësit është deri në 8 kilometra këmbë. Gjendja ishme e mirë nuk është as në fshatrat Trstene Sotlar.